Pyetja tjetër thot kur bëhet sevisejgja në rast harrese dhe kur bëhet në rast shtese apo edhe asaj se nuk je i sigurt a ke shtuar apo harru. Mirë, ka për qëllim në rast, do më thënë sevisejgja, sejdatu sehwi, do më thënë sejdja e harresës. Dhe kjo harresa në namaz, gjatë namazit, njeriu mund të harroj që mund të lërë mangët diçka prej veprave të namazit, ose mund të shtoj diçka në ato vepra që nuk janë prej namazit, ose mund të ketë dyshim, a ka shtuar ose nuk, a i ka bërë të plota ose ka harruar diçka. Do më thonë, ka ose mangësim të sigurt, ose shtim të sigurt, ose dyshim. Nëse njeriu ka lënë mangët diçka prej obligimeve të namazit, atëherë duhet ta bëj sejdën e harresës para se të jap selam. Do të thënë, kur të vijë koha për dhënë selam, bën dy sejdë, pa dhënë selam, pastaj jep selam në të dy anët. Nëse ka shtuar diçka në namaz, që nuk është dashur të jetë në namaz, ka shtuar edhe një rekat, për shembull, ka falur 5 rekate, ose ka bërë 3 herë sejdë në një rekat, do thotë ka shtuar diçka që janë prej llojit të veprave të namazit, por që nuk janë pjesë e namazit. Atëherë duhet ta bëj sejdën e harresës pas selamit. Nëse ka dyshim, për shembull dyshon, a është rekatin e 3 ose të 4. Do të thënë këtu është gjendja e dyshimit. Dyshimi mund të ketë dy përfundime. Ose e mendon, do të thënë më shumë ja merr mendja se është në rekatin e 4 dhe falet si rekatin e 4, nuk shton edhe një rekat. Do të thënë ka dyshim, por më shumë i anon bindja se është në të 4. Jo me bindje të plot, por më shumë anon se është në 4. dhe fal, do të thënë e vazhdon namazin në këtë bazë, atëherë duhet të bëj sevisejgje para selamit. Nëse nuk mund ta vlerësoj në cilin rekat është, atëherë e merr atë që është më e sigurt. Do të thënë dyshimi i tij ishte a është në 3 ose në 4. Që do të thënë është i sigurt se 3 ka falur, por nuk e di a është tani në 4 apo është në të 3. Edhe vazhdon në atë më të sigurtën. Vazhdon në të 3, edhe i pastaj fal edhe një rekat. Atëherë bën sejdë të harresës pas selamit. Wallahu a'lam.